How are you? I know you. You are famous here in West Area. Congratulations. How is it going? Good? Oh, President, how are you? How are you? How are you? Good, and you? Yes, super. Thanks. Morning. 20? 20? We have 6 members in this company. 6. 6 in other with outside. But have the permission. Qysh kam ty? Mira hasnash. Mirë të jusat, mira të paqe. Ja valla, ja s'don veç kur e poshtë se ka shka në parë. Amy? How are you? He's the director of the company. Yes. Looks fantastic. Are you successful? I like that. We focused on Kosovo market. Tash jemi vitin 50 me the development of youth, and I want to thank the mayor that showed is unique. Ka sosë që punë do të rrihet me faktë me kalu. Edhe qeveria dhe komunave që s'ka me kalu. Pjesë are involved. Pse I kalojmë me një punë që na jemi këtu e po shqipik kompleks. I guess we did Menaxhohet prodhimi, menaxhohet çdo detaj I fabrikës, është dhuna e kontrollit ku na jena të kontroll të sigurisë, të punës, proceset të cilat shkojnë. Qysh komplet, na jena në pjesën që ka shtetën në kuën Tanazan. So this is what Maybe I am a defect here. Na luni dekorin e kena kriju krejt me forca tona. We developed Luni Dekor with our Luni dekor own ka forces. marrë as grande, as donacione, as Excluded from jo që s'kena grants, dashur, s'kena donations. ditë garant. Maybe we didn't know how to ask Kështu që for na them. jem të punu shumë, që mi ofru këtyne djemve, edhe kësoj gjenerate që është pjesë e Luni dekorit, mi jep shumë mundësi për me bo sene shumë të mira. Kanë punë këta. and how is it? Very good. You like We had a it? really nice time. Sot është një ditë e veçantë. Jam shumë I lumtur për këtë ditë, është dita e ceremonisë së certifikimit të mësimit dual të gjeneratës e parë të profilit të zbruktarisë, të cilët filluan para 3 vitesh në kompaninë Luni Dekor, dhe kjo pjesë e praktikës profesionale kryhet sipas standardeve, ku 60% e mësimit ishte praktik profesionale, për çka dua që publikisht ta falenderoj drejtorin e kompanisë Luni Dekor, që I hapi dyert dhe
filluam bashkëpunimin e një rrugtimi shumë të rëndësishëm për përgatitjen e të rive për tregun e punës. Kjo është që i duhet Kosovës. Kjo është që ju duhet të rinjeve të vushtrisë që të qëndrojnë, të punojnë dhe të jetojnë këtu. Nuk ka asgjë më të rëndësishme në edukimin e brezave të reja se sa përgatitja profesionale për tregun e punës, sipas standardeve të mësimit dual, që do të thotë kombinimi i teorisë me praktiken. Thash se jam i lumtur sepse për 3 vite këta nxënës e kanë kry praktiken profesionale, kanë pas sigurim shëndetësor, kanë pas ushqimin këtu në kompani edhe kanë marrë edhe një pagë simbolike nga kompania. Dhe sot, ta 3 janë përgatitur plotësisht për tregun e punës. Fakti tjetër që më gëzon është se drejtori i kompanisë e ka ofertën qysh sot që këta të ri të nalen dhe të bëhen punëtor të kompanisë. Dhe dua që përzemërsisht ta falenderoj qeverinë e Luksemburgut, që përmes Lux Development i ka kushtu një rëndësi jashtëzakonisht e madhe përmise një dekadë të mbështetjes së arsimit profesional në të gjitha pjesët e Kosovës, në gjitha shkollat profesionale të Kosovës. U jemi shumë mirë njës. Këtë po tham sepse një kohë të gjatë për mbi se 11 vite kam bashkëpunuar me Lux Development kur isha drejtor në Ministrinë e Arsimit. Komuna e Vushtrisë është shumë e përkushtuar që t'i kushtoj një rëndësi të veçantë zhvillimit të arsimit profesional. Kështu që 33-at e Vushtrisë kanë përfituar shumë gjatë mandatit tonë se i kemi mbështet jo vetëm në këtë fushë, por edhe në shumë trajnime profesionale, siç është programimi, inteligjencë artificiale edhe shumë profile tjera profesionale. Dua që t'i falenderoj edhe drejtorinë dhe stafin e shkollës Lutfi Musiqi, që me një përkushtim të palodhshëm ju kanë qasë kësaj pune shumë të rëndësishme për përgatitjen e trive për tregun e punës. Faleminderit shumë ambasador që jeni prezent këtu në këtë ceremoni të veçantë. Faleminderit qeverisë e Luksemburgut, Lux Development. Faleminderit shumë edhe një herë kompanisë Loni Dekor na prifte mbara. Sukses e nxënësve. Qëllimi i qeverisë dhe i Ministrisë së Arsimit ka qenë dhe mbetet gjithmonë ofrimi oferte sa më të mirë për të rinjt dhe të rritë tanë që të arrijnë të marrin dije, shkasi dhe kompetenca të cilat do të shërbejnë në jetën e tyre profesionale e mbas edhe akademike pse jo. Për këtë qëllim, para 4 vitesh, të bindur në këtë, kemi filluar zbatimin e arsimit dual në Kosovë për herë të parë, ndonse diskutimet e hershme kanë qenë që në vitin 2017, kur me zotin Idrizi dhe të tjerët kemi pas ide se si të bëjmë hapat e parë të drejtim. Por sot jemi në vitin e 4, kemi diplomuar vitin e kaluar gjeneratën e parë, dhe në bazë të dhënave nga tregu, përqindja më madhe e tyre sot janë të sistemuar në punë dhe profesionet për cilat ata janë shkolluar. Dhe kjo është një fakt inkurajues. Aktualisht në sistemin e arsimit dual kemi mbi 2500 nxënës që vijojnë mësimet, dhe presim që vitin tjetër nga shtatori, duke rritur edhe numrin e profileve së të drejtimeve, të kemi akoma më shumë 33 që do të përcaktohen për këtë formë të arsimit. Sigurisht që kjo ka qenë e pamundur të realizohet, pa ndihmën e mësimdhënësve të devotshëm të përkushtuar, pa komunitetin e prindërve që kanë suportuar fëmijët e tyre, dhe pa vetë përcaktimin e nxënësve për karrierën dhe të ardhmen e tyre. Një dimension të rëndësishëm, sigurisht që ka tregu i punës, por ka qështë bizneset dhe kjo po dëshmohet sot këtu me juve prezent, sepse vetëm në bashkëpunim
dhe në respekt të ndërsjell ne mund të arrijmë rezultate. Kemi obligim si qeveri, kemi obligim si partner që të ecim në drejtimin e duhur bashkarisht dhe pa hile në mënyrë që të arrijmë destinacionin që duam. E destinacioni ynë është arritja e standardeve evropiane dhe integrimi në Evropën e Bashkuar. Ne do të vazhdojmë si Ministria e Arsimit që me gjithë kapacitetin që kemi, të jemi shumë të fokusuar që nga ministri e deri te stafi tjetër profesional, që edhe në vitet në vazhdim ky sukses të rritet, të bëhet akoma më i prekshëm, më i dukshëm dhe të gjithë të rritë dhe të reja të kenë mundësinë që të përfitojnë nga kjo mundësi e jashtëzakonshme. Unë du t'ju falenderoj me shpresën që do të komunikojmë më shumë, do të bashkëpunojmë më shumë, do të kemi komunikim intensiv në të mirë të procesit dhe sistemit të arsimit Kosovë përgjithsisht dhe kështu besoj që edhe suksesi do të na mungojë. Ju falenderoj shumë. It is a pleasure to join you today in Vushtrri and to witness firsthand the practical examination of students from Lufti Muziki School. Dhe kem dëshmitar i provimit praktik të nxënësve të shkollës Lutfi Musiçi. Dual education represents one of the most important structural reforms in Kosovo's vocational education and training system. Mësimi dual përfaqëson një reform kyçe strukturale të arsimit në Kosovë. And today's activity is a concrete example of what dual education stands for. Ky aktivitet sot është një shembull konkret se çfarë do të thotë mësimi dual. Learning that combines classroom knowledge with real experience in companies. Pra të nxënët ku kombinohet mësimi teorik në klasë me punën praktike në kompani. This model brings together theoretical learning in schools and practical training in enterprises. Pra, kjo I bashkon mësimin teorik në klasë edhe punën praktike në kompani. It helps students to gain labor market relevant skills and improving their employability. U mundson nxënësve që të marrin shkatësi praktike edhe u ndihmon në punësimin e tyre. It also strengthens cooperation between vocational schools and the private sector. Po ashtu e fuqizon bashkëpunimin mes shkollave profesionale dhe sektorit privat, creating a closer alignment between education outcome and labor market needs. duke bërë një bashkërëndim më të mirë me nevojat e tregut të punës. The progress achieved, as we could see today, is a truly remarkable story. Progresi, suksesi që e pam sot është një se më thonë pikë e rëndësishme. In a small pilot starting in 2022, Në vitin 2020 si pilotim që është nisë, dual education has now grown into a national-wide system e nga jo kohë tani mësimi dual është I ka përfshirë tër Kosovën, involving 2,500 students, duke përfshirë 2.500 nxënës, 32 vocational schools, 32 shkolla profesionale, and over 1,000 partner enterprises. edhe mbi 1.000 kompani partnerë. Ne jemi dëshmitar që gjithmonë të zhvillimi ekonomik baza është të nxënësat. Dhe sot këtu ku përvendosëm këtë gur themel me certifikim, sot përvendosëm edhe bazën e zhvillimit ekonomik. Po ashtu bashkë me këtë, mirënjohje shkon edhe për instruktorët në këndërmarrje, të cilët kanë udhëhequr nxënësit në 16 profilet tona strategjike. Janë trajnuar dhe certifikuar edhe 241 profesionist nga sektori privat si ekzaminer, ku së bashku me mësimdhënësit e punës praktike do të vlerësojnë mbi 1.200 nxënës. Oda ekonomike e Kosovës mbetet e palëkundër në objektivin e saj për të certifikuar 500 ndërmarrje dhe për të trajnuar 500 instruktorë.
duke garantuar që çdo vend pune të jetë një mjedis i sigurt dhe cilësor për edukimin e të rinjve dhe të rejave të ne në Kosovë. Jam shumë falënderues që sot ju jeni në mesin tonë dhe përorojmë eventin e mësimit dual, i cilën është fillu para 3 vite te fabrika jonë. Tu ju falënderu se cilën për juve për kontributin që e ka dhonë për zhvillimin e trive. Nuk guxojmë me leju me mik një falënderim i veçantë për krejt stafin e Leonit Dekorit, cilët kanë kry punë, kanë bë trajnime trive dhe sot e kanë bë Leonit Dekorin me kanë një firmë, një organizate cila është e vlerësuar prej shumë personaliteteve edhe sot që i kemi këto. Faleminderit për pjesëmarrjen dhe ju uroj një takim të këndshëm edhe një vlerësim të mirë studentëve që i kemi sot këto. Faleminderit gjithëve.